Po ashtu e shohim pejgamberin alayhis salam thot, sikur ju të mbështeteshit në Allahun xhaleshanu, ashtu siç duhet të jetë mbështetja e vërtet, Allahu do t'ju furnizon në atë mënyrë si e furnizon zogun i cili del nga folia i tij i uritur dhe kthehet i ngopur, apo kthehet me barkun plot. Pse? Se Allahu e furnizon. Dhe na kemi marrë shumë shembull dhe kemi treguar se Allahu furnizimin e çon aty ka sti se bën mend. Mirë po jotja është angazhimi. Jotja është mu angazhue sa ma shumë. Vet ajeti i ditës sodit, nëse kishim marrë vetëm ajetin e ditës gjymohë me spjeguar të nderuar vëllezër, do të na tregonte shumë sende, shumë çështje për çështjen e punës. Çka po thot Allahu xhaleshanu? O ju që besuat, kur bëhet thirrja e namazit e ezonit për namaz në ditën e gjymohë, ethni shpejt aty ku përmendet Allahu xhaleshanu. Dëgjojeni hutben, falni namazin, e lini shitblerin po thot. Kjo është më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. E kur ta kryeni namazin po thot, atëherë shpërndahuni në tokë dhe kërkoni begatit e Allahu xhaleshanu. Pra dhe në ditën më të shenjtë të muslimanëve, në ditën më të mirë të Allahu xhaleshanu, ditën e javës më të mirë, që muslimanët e kanë ditën më të mirë, nuk po ta jep pushim Allahu xhaleshanu, po thot ti fale namazin e ditës gjymohë, që është namazi më i vlefshëm. Fale namazin e ditës gjymohë. Por pasi ta krysh namazin e ditës gjymohë, shpërndajën tokë. Kërkoj begatit e Allahut, kërkoj riskun e Allahut xhaleshanu, mos rri parazit.